Mirëmbrëma të nderuar shikues. Zgjedhjet lokale akoma nuk kanë përfunduar, kanë ngelur edhe pak ditë deri në ditën e votimit për raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Sonte nga mesnata kalojmë në heshjen zgjedhore, me çka ditën e diel në komunat të cilat kanë kaluar në raundin e dytë do të votohet sërish për të vendosur për krerët e komunave. Por ashtu siç kemi diskutuar nga fillimi i kësaj fushate, që këto zgjedhje lokale po reflektojnë që nuk do të përfundojnë vetëm së të tilla. Shpeshherë është parashtruar pyetje analistëve nga kjo studio që a janë këto zgjedhje lokale që nuk do të determinojnë vetëm kryetarët e komunave apo do të janë në fakt përshkrues edhe të realitetit politik që do të ndodhë në të ardhmen. Për diskutuar për komunat të cilat kanë kaluar në raundin e dytë, për diskutuar për fushatën se si ka ecur kjo pjesa e dytë e fushatës për raundin e dytë, e veç për secilën komunë, duke filluar nga komuna e Tetovës për të vazhduar me komunën e Kërçovës, Bërvenicës, Strugës, Studeniçanit, Dollnenit e komunat të tjerat, ne sonte kemi nderin që në studio kemi të ftuar dy analistët politik me cilët do të shkëmbejmë dhe do të marrim përgjigjet sipas prizmit të tyre për aktualitetin politik, mbi atë se cili do të jetë rrugtimi i koalicionit Vlend dhe i Aleancës Kombëtare për Integrim. Mirëmbrëma, Zenel Miftari, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, në shëndetësi jam mysafiri juaj. Bashkë me Zenelin në studio është edhe Gjenur Iseni. Mirëmbrëma, zoti Iseni, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën e Kështu, ne po e fillojmë me Zenelin, fillimisht, pasi me Gjenurin, pasi kemi takuar në këtë studio dhe kemi diskutuar për raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Zoti Miftari, nga prizmi juaj, si ka përfunduar rezultati i zgjedhjeve lokale nga raundi i parë, nga ajo që ke ndjekur fushatën, para fushatën e deri tek rezultati përfundimtar i raundit të parë. Si e ke parë? Në fakt, secili prej nesh që kemi ndjek ngjarje kemi pasur analizat tona dhe pritshmëritë tona të rezultatit. Si kanë qenë pritshmëritë tua? Mirë, spari të filloj me rezultatet e zgjedhjeve, për mos të zgjatur për tuneve të para fushatat dhe fushatat, pas më ato që kanë filluar. Në rezultatet e zgjedhjeve të dy kampet politike shpallën fitore, por dhe nuk ishim një fitore apo një kamp i cili kishte një fitore absolute. Vleni humbi votën partijake dhe po korri një fitore në shumicën e komunave ku ishte duke garuar. Dhe këtë mund ta quajmë si një fitore të Piros nga ana e Vlenit. Ndërkohë, AKI-ja fitoi votën partijake dhe votën në Këshillin Komunal, ku mund ta quajmë këtë si fitore të legitimitetit të cilin ato thirrnin gjatë tërkohës. Vlerëson që ashtu siç e kanë paraqitur partitë politike pra dy fitues, sepse ky është paradoks. Në fakt, në çdo garë nuk mund të ketë dy fitues, varësisht se çka quajmë fitore, po edhe nga kjo analizë që po e bëni ju, pra pajtoni që kanë fituar dy bloqet shqiptare nga këto zgjedhje lokale nga raundi i parë flasim? Jo, pasi nuk mund të ketë dy fitues, siç e potencuat edhe ju. Mendoj se në atë që u thirrte Aleanca Kombëtare për integrim në fitoren e legitimitetit, atë e fitoi. Ndërsa Vleni e humbi votën partijake në Këshillin Komunal, ndërsa fitoi komunat me ndihmën e koalicionit të qeverisës vis-a-vis të VMRO-s dhe e humbi votën shqiptare në shumicën e komunave, për të mos thënë në të gjitha. Po ne do të rikthehemi. Pasi këtu kishmi vetëm fitore të Mexhitit në Çajër, që nga rundi i parë, dhe në komuna tjera ishin komuna rurale dhe jo me peshë lartë. Jemi në garë në Strug, jemi në garë në Kërçov, jemi në garë në Tetov, jemi në garë në... Faktikisht në Gosivar nuk u arrit cenzusi, po kishmi një avantazh
shumë të dukshëm të AKI-s. Dakor, ne do të kthehemi sërish Zanel për diskutuar për këtë pjesë, ndërkaq për ta pasur edhe fjalën hyrëse nga Gjenuri mbi atë çështje që ne për çështjen e raundit parë rezultateve i kemi diskutuar, këtë çështje është e zauru bukur qartë me juve zoti Iseni këtu nga kjo studio, por nuk kemi takuar për pjesën e dytë të kësaj fushate të raundit të dytë. Si e vlerëson ti, ka pasur një pasivitet nga dyja bloqet që po garojnë në komuna që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, ashtu siç potencoi edhe Zeneli, apo ka pasur një shtim të aktiviteteve? A ka ndryshuar partitë politike strategjinë këto 2 javë të fundit? Pasivitetet të ana e opozitës mund të kuptohet nga rezultati i raundit të parë zgjedhor, sepse natyrisht kur je në dizavantazh në shumicën e komunave që tani janë balotazh, krijohet edhe një farë lloj pasiviteti të aktivistit më i thjeshtë. Tjetër në dizavantazh. Janë edhe në Strug në dizavantazh. Jo, në Strug, në Këshillin Komunal. Janë ndipër në dizavantazh, në fakt ndipër kanë hum komplet, dallimet edhe është shumë vështirë, domethënë që të ngjallet ai pasion te aktivisti i thjeshtë sikur në raundin e parë edhe tani në raundin e dytë. Sepse tani te ato mbizoton një falloj dëshpërimi që reflektohet edhe te funksionarët më të lartë të AKI-s. Sidomos, zoti Miftari thotë që AKI ka fitu në nivel republikan, ndërsa ato e demantojnë me veprat e tyre. Po jo, edhe ato e thonë, sepse ne çdo kemi qenë dëshmitar se edhe ti e di për edhe unë që nuk diskutohet që opozita apo konkretisht BDI-ja, më mirë themi, që i ka fitu disa ciklet zgjedhore dhe ka mbajtur preskonferenca triumfaliste me njerë pas 2 orëve mbajtjes zgjedhjeve, ndërsa tani mbajnë preskonferenca 5 ditë pas, dhe kjo tregon që ata ndoshta e bëjnë prej ju po thoni ka fitu, ndështë ato e bëjnë prej modestis, nuk festojnë, tash unë nuk e di, por ato që fitojnë, festojnë, Zenek, dhe me thonë. S'ka mund që kanë fituar, mas keq kuptomi, e thonë numrat, cila dalin me 20 vota në Këshillin Komunal në avantazh. Asociacioni i parë, tregomi 20.000 vota. Tregomi asociacioni i parë i zgjedhjeve lokale cila është? Me fitu komuna. Edhe komuna në raundin e parë ka fitu më shumë gara në këto komuna. Ato janë ditësor, jo që nuk janë të rëndësishme, se unë i quj ato këshilltarët komunale dhe deputet të atyre komunave, deputet. AKI-ja duhet ta kemi qenë se për çfarë ka hyrë AKI-ja sepse nuk e bëjnë punën si duhen deputetët e atyre zonave apo? Jo, po deputetët se aty votohet buxheti komunës, se edhe projektet që kalon duhet votohet në aspektin se si ka hyrë AKI-ja në këtë garë. Po pikërisht me këtë mendësi si shtuti nëse ka hyje, për atë edhe kanë. Edhe legitimiteti matet në votën partijake, në këshillin për këshill komunal, në të gjitha komunat, në nivel republikan, AKI-ja ka dalë me fitore plus 20.000 vota. Çfarë komune ka fituar zona? Ne po flas. Unë po them që zgjedhjet lokale janë me fitu kryetar komunash. Ne i pam sot 4 kryetar që morën pranë Gorzit. Me kë ka fitu? Si me ka fitu? Në koalicion me kë ka fitu? Në Haraqin mos e ka fitu me Vëmëron. Në Saraj, po kjo pse bëni sikur ka ndodhur për herë të parë dhe ka qenë fantazhi shkencore mu mbështet partnerët e koalicionit zgjedhje lokale, çdo herë ka ndodhur kjo. Dhe tani e përmendi ato 3-400 vota që kanë ndikuar ndoshta në Saraj, aty po harron që para nive të gjysmë BDI ka pas 3.000 vota më shumë se Vlenin. Vetëm për të janë afër 2.000 vota në Çajer, janë afër 5.000 vota në Tetov. Në Strug, në Këshill Komunal, Vleni ka marrë 4.000 vota, ndërsa kandidati i cilin e ka mbështetur Vleni me dyqira ka marrë 9.000. VMRO për Këshill ka marrë 5.000 vota, pra shihet qartë që kandidati që mbështet Vlenin në Strug me dyqira më shumë është i VMRO se sa i Vlenit. Ja, konstatimi. Po jo, ajo është është në kuadër të analizës që bën Zeneli. Po ajo është perceptimi jo. Edhe numrat e thonë, nuk e them unë. A nuk pajtoni ju me këtë zoti Iseni? Unë po them këtë që si e komenton vizitën jo vetëm një moment zoti Iseni. Si e komenton vizitën e kryeministrit në Strug, sepse nga takimi i fundit që ishit ju këtu prezent në studio, edhe natën e teksa kumtoheshin rezultatet e zgjedhjeve, ju diskutuat që kësaj radhe për herë të parë në zgjedhjet lokale
kryeministri i vendit nuk është parë askund deksa merr pjesë në fushat. Në fushat partijake. Po, dhe ajo në fakt kjo analizë juaja ra poshtë me vizitën e zotit Mickovski në qytetin e Strugës. Ajo është zyrtarisht kandidat i pavarur për kryetar komune. Mirë po. Ndërsa ne kemi parë çështë parin rreth nga lumën kryeministit të marrë pjesë në fushat partijake, parin rreth. Tash kemi në raundin e dytë. Mirë po, në cilat komuna tjera ka marrë pjesë ku ka kandidat shqiptar kryeministri i vendit? Tash në raundin e parë. Edhe në raundin e parë edhe në raundin e dytë. A ka marrë pjesë kryeministri i vendit në ndonjë komunë tjetër shqiptare? Në raundin e parë nuk e di, nuk i kam parë, nëse ju keni video inserte mund t'i nxjerrni tash në raundin e dytë, në raundin e parë nuk ka pas, mëse e di unë nuk ka pas. Që kryeministri merr pjesë edhe në çajër në Tubim, ku kryeministri. Po, kryeministri. Izzet Mexhiti. Nuk ishin në Tubim të Izzet Mexhitit, ishte në po ku ishte? Vetëm më lejo ta përfundoj. Ishte në Tubim në çajër, në mbështetje të partisë së tij, ku tha se Mexhiti ka mbështetjen time dhe të qeverisë. Vëmëros, se ka organizuar, jo në Tubim të Mexhitit. Jo, s'ka qenë në Tubim të Mexhitit. Po thash ka do të thonë çfarë të diskutojmë. Le të rikthehemi te kjo pjesë që është e rëndësishme për ditën e diel në komunat në të cilat do të votohet sërish për të zgjedhur pra kryetarët e komunave të tyre. Ne diskutuam që derisa në raundin e parë i gjithë fokusi ka qenë në komunën e Çajirit për shkak të arsyeve që vetë se kemi përmendur, figurave dhe vazhdimësisë politike të dy kandidatëve që garonin në Çajir. Në momentin që gara e raundit të parë u mbyll në komunën e Çajirit, ky fokus mbase u zhvendos në komunën e Kërçovës dhe atë të Bërvenicës. Po para se të diskutojmë për komunën e Kërçovës dhe Bërvenicës veç e veç, do duat ndalem te komuna e Tetovës. Zenel, sipas fushatës që ke ndjek, sipas gjitha zhvillimeve që deri në këto momente që po bisedojmë ne që kanë ndodhur, sipas teje si qëndron gjendja aktuale në komunën e Tetovës, ku në raund të dytë është kandidati i koalicionit Vlen në Epërsi, zoti Bilal Kasami, kundrejt kandidatit Aleancës Kombëtare për Integrim zotit Bajram Rexhepi. Rani ditë në Tetovë. Në përgjithësi ka fillu me disa befasi. Me fitoren e Mexhitit në Çajër, ai u filloi të etablohet si lider i koalicionit Vlen, me takime me kryetarin për kandidat të qytetit të Shkupit të VMRO-s, gjithashtu edhe me marrëveshjen me Maksim Dimitrievsin, me takime me qytetarët në Dibër dhe gjithandej. Sa i përket Bilal Kasamit, në Tetovë dhe Bajram Rexhepit, mendoj se zoti Kasami ka bërë disa gabime në hapa, me paraqitjen televizive të tij në Shqipëri, i cili deklaroi se do t'jetë në mbështetje të kandidatit shqiptar Fatmir Dehari në Kërçovë, ndërsa në deklarimet në televizionit e Maqedonisë ai disi u tërheq për ndaj kandidatit AKI-s në Kërçovë dhe nuk doli në mbështetje të kandidatit të tij në Bërvenicë. Kjo ishte edhe befasuese vetë koalicionit të tërhiqet në mbështetje të kandidatit të tij në një komunë siç është Bërvenica, ku ka shumicë shqiptare, për mua ishte shumë e çuditshme dhe e papritshme dhe ishte një befasi shumë e madhe. Pse ndodhi kjo, zoti Miftari? Po mendoj se deklarimi i kandidatit të Vlenit, zoti Haqim Ramadani, se ai do t'jetë në mbështetje të kandidatit shqiptar në raundin e dytë edhe nëse humbë dhe pastaj reagimet e Mickovskit, edhe i cili vetë kryeministri Mickovski tha që jam taku me Kasamin dhe do të ketë ndryshim të mendimeve dhe qëndrimeve. Mendoj që ky tejkalim apo ndryshim 180 shkallë të qëndrimeve të Kasamit vjen si rezultati i takimit me kryeministrin Mickovski. A shfrytëzoi këtë momentum opozita shqiptare? Nuk mendoj që ka kapitalizuar në mënyrë të duhur këtë lëshim apo këtë
gabim në hapat të zotit Kasami, ka pasur hapësirë për ta kapitalizuar më shumë dhe për ta përkthyer në vota, e cila është gara më e. Aty edhe qëllimi final i partive politike. Zoti Zeni, sa pajtoheni ju me këtë që sapo tha zoti Miftari se Bilal Kasami ka bërë gabim në hapa në këtë mirë, po kjo nuk do të ndikojë një rezultatin final. Domethënë është shumë jashtëzakonisht shumë vështirë të përmbysen 3500 vota në Tetov dhe unë pajtohem plotësisht që opozita nuk ka qenë edhe kaq shumë aktive që të bëj presion. Sa mendon që do të jenë të motivuar votuesit maqedon të dalin në votuesit maqedon do të bojkotojnë. Mirë, kjo nuk i paraqet problem zotit Kasamit të fitojë. Unë mendoj që do të bojkotojnë. Vlerëson që edhe pa vomoron zoti Kasami fiton në Tetov. Padyshim fiton dhe kur e përmendet këtë fenomenin e zgjedhjeve në përparësi në Tetov. Fenomenin e zgjedhjeve zoti Haqim Ramadanin, për mua kryefjale këtyre zgjedhjeve kanë qenë zoti Haqim Ramadani dhe Suat Qaqirit, pa pikë dyshimi. Nga komuna e Çaskës. Po, kanë komuna e Çaskës, që ndoshta është fitoria më e ëmbël e rrethit parë të zgjedhjeve, sepse ne dimë që edhe para 4 viteve për shumë pak vota s'ka mund të fitojmë, por ja tash me mobilizim kishim vetëm një listë edhe për këshilltar edhe Aki edhe Vlen dhe fitoi. Kur jemi te Haqim Ramadani ka disa komuna që janë goxha senzitive dhe me këtë strategji tentohet që të kapitalizohen sa më shumë vota dhe të elektrizohet masa dhe unë mendoj që Haqim Ramadani mendoj që për këtë e bën në mënyrë shumë të kryer. Kasami edhe kjo tërheqje ndaj kandidatit kjo tërheqje mbështetjes ndaj kandidatit nëpër Venizë dhe Kërçov mund ta dëmtojë edhe të shqiptarët dhe ato që kanë votuar në rondën e parë mund të tërheqen në rondën e dytë. Sidomos te komuna që siç thash janë senzitive, sepse ne jemi dëshmitar këtu se disa komuna fitojnë votat vetëm me retorikë nacionaliste dhe kemi ende terren pjellor të nacionalizmit si te pala shqiptare dhe te pala maqedonase dhe kjo është vështirë të hiqet dhe një ndër to është edhe komuna e po votuesi shqiptar në Tetov. Votuesi shqiptar nuk do ta votoj për së dyti zoti Kasami. Unë besoj që Kasami e konfirmon fitoren. Këtu zoti Sedi kam një pyetje, këtë drejtim. Ju po e thoni jo vetëm ta parashtroj një pyetje. Ju po e thoni me bindje të plotë që zoti Kasami me ose pa votat e vomoros fiton në Tetov. Në rast se do të ishte kështu, pse do duhej që zoti Kasami të reteroj nga ai qëndrim që e ka pasur se do ta mbështesin Kërçovën? Sepse ai shpreson që do të ketë vota për maqedonasve. Mirë po, nëse ju po besoni, vetëm një moment, që maqedonasit e Vomoros apo votues të Vomoros nuk e kanë votuar. Nëse kjo do të ishte në të vërtetë kështu në praktikë si deklaroni ju, atëherë i bie që zoti Kasami nuk do të kishte pas nevojë ti në fakt ta zbatoj ose të reflektoj pas shortimeve të zotit. Po, e thash, edhe mi thori që është gabim në hapa, domethënë ajo, edhe unë pajtona plotësisht me këtë që e thot që nuk ka pas fare. Mirë, po ju mendoni që nuk ndikon në votë. Çdo kandidat shpreson të gëlltis vota maqedonase. Unë vlerësoj që maqedonasit nuk e kanë votuar zotin Kasamin. Do ta dëmtojnë në ditën e zgjedhjeve. Se pasi edhe ju të çaj gabimet në hapa që ti ta përmbysësh 3500 vota dallim nga raundi i parë. Po nëse thua që edhe maqedonët nuk dalin, ajo repriza kur Teodali fit edhe Bilal Kasamit në këtë rast. Ju deklaruar që Bilal Kasami maqedonët do të bojkotojnë dhe nëse ato bojkotojnë, kjo i bie që Kasami të bie në vota. Dhe nëse edhe një pjesë e shqiptarëve ndrojnë që gjithë ato maqedonat që bojkotojnë raundën e dytë kanë votuar raundën e parë. Se ato e kanë votuar kandidatin e zotit Apasiev. Maqedonës së shumicën e rasteve dhe nuk e kanë votuar. Zgjedhjet e fundit i kanë marrë 6.000 vota, ndërsa çelët zgjedhjet e fundit. Zgjedhjet e fundit parlamentare para një viti që ka marrë 6.000 vota. Okej. Ndërsa kandidati i Levicës ka marrë më pak se 3.000 vota. Ndërsa vetë nuk kanë dalë gjitha. Po ato janë votat Vomoros, do të thonë kanë shkuar te Levica, nuk kanë shkuar te po nëse 3.000 kanë dalë, gjysa kanë dalë. Gjysa atyre
kanë shku disa, mirë, po jo nëse gjysma e tyre bojkotoi. Sa partnerët e koalicionit janë marrë vesh për bashkëpunim, domethënë nuk ka sjellë efekt. Të besës dalin. Jemi dëshmitar, domethënë që edhe dielën që zoti Kasami e konfirmon fitoren. Me këtë diferencë, 3500 vota nuk janë shumë zoti Seni. Janë shumë sepse ne te opozita po shohim një dëshpërim, goxha i madh. Sepse edhe ju kur thoni që zoti Zot me gjitje tani dëgjohemi, zoti vetëm ta përfundoje. Nëse vetë ju deklaroni se votuesi Maqedon do të bojkotojnë në zgjedhje. Supozoj që ka me bojkotu. Mirë, supozoj edhe unë njëj. Po. Pra i bie. Po pajtoheni këtë pikë. 1000 ca vota më spaku. Unë besoj se më shumë. Nëse 1000 ca vota i ka më pak, Bilal Kasami dalin 2000 vota ndallimin. Nëse edhe 1000 kaloi nga kërja atëre para ajo që ndikoj është që ajo që ndikon tani është që nuk kam pa asnjë aktivitet te ekipi i oponentit Kasami që do ta lustronte një falloj masovitete sikur sonte si bën zoti Kasami me atë marshën tetove. E dyta e përmendet Izet Mexhitin, njëri nga liderët e koalicionit vlen që tani po shtrihet gati gjithë shtetin ku po shkon domethënë Jo, këtë segment do ta diskutojmë tek pika. Këtë dukuri nuk e kemi te opozita. Shumë eksponent të lartë të opozitës. Pas raundit parë, nuk jam paraqit në raundin e dytë, siç po ndodh tani te vlen. Dhe kjo ndikon edhe në aktivistin më të thjeshtë. Domethënë ne ishim dëshmitar edhe kur vlen ka filluar ideja për ta marrë Bajrakun dhe për ta zgjedhur kryetarin e ri të Jo, ne për këtë temë do të diskutojmë në fund ose se për këtë temë do të emision komplet tjetër. Po natyrisht që do të marrim edhe mendimet e juaja për sa i përket çështjes liderit të arshëm në koalicionin vlen apo edhe vet ardhmërisë këtij koalicioni. Por megjithatë do të ndalemi tani tek Bërvenica. Zoti Seni, në garë, në raund të dytë, në komunën e Bërvenicës, është një koalicion, është një kandidat i mbështetur nga koalicioni vlen, një kandidat shqiptar, zoti Haqim Ramadani, dhe përballë tij është kandidati i VMRO-s. Në këtë situatë, në këtë momentum që jemi, sipas teje, cila është prognoza jote? A në fakt a e ka lënë hije koalicioni vlen zotin Haqim Ramadani pas qortimit të Mickovskit? Unë du ta si thash edhe më herët, ka komuna shumë senzitive që votat fitohen në këtë mënyrë. Unë vlerësoj që kjo është një farloj strategjie, sepse strategjie e mirë e koordinuar që po funksionon dhe zoti Haqim Ramadani është bërë fenomen ditëve të fundit Maqedoni dhe ndoshta krye fjala e zgjedhjeve lokale te ne, pa pikë dyshimi. Dhe është bërë, domethënë, shumë i kërkuar edhe nga mediat. Për bën në mënyrë shumë përkryer edhe për elektrizon masën, sepse minjerë pas raundit të dytë, i njëjti e bëri një hap që i hoqi gjitha posteret partijake në shtap të tij dhe bëri apel që në raundin e dytë që të kapitalizon sa më shumë, sepse ne e dim se ne kemi ende shumë votues tifos. Ju bëri apel edhe përfaqësuesve të Vlenit edhe të AKI-s që të mos përfshihen në fushatën e tij dhe ai do ta bën vetë. Dhe unë mendoj që ato e bën në mënyrë më të mirë të mundshme. Po shoh sot edhe shumë mërgjimtar të Bërvenicës që disa vetëm kanë burrite, disa vetëm janë rrugës. Unë vlerësoj që befasia më e madhe, ndoshta edhe befasia edhe për liderët e Vlenit është pikërisht. Shumë mirë që e përmendë Kërçovën, zoti Seni, se kur e përmendë Kërçovën? Kërçovën, këtë Mërgatën, më fal. Pasi sot në mediume kishmi deklarime cilët po pikërisht këto kanë nxit e vërtet, i kam pa këto. Aviacioni ka dashur të pezulloj fluturimet. Edhe të penalizoj ardhmën e tyre. Me direktivë direkte të partisë pushtet VMRO DPM. Po ja që nuk ja arritën edhe kjo nuk u realizu dhe mërgjimtarët janë në mënyrë masovike të ardhë dhe edhe biles ka me nxit edhe më shumë votues, sepse ato morë Haqim Ramadani, fenomeni Haqim Ramadani është bërë, në me thonë, fenomen bardhëmtar. A pajtosh me këtë që VMRO DPM qëllimisht ka shkaktuar këtë blokat të fluturimeve? Nuk du ta bësoj. Jo, nuk do që është dëshirë. Indicet të regojnë na drejtoj. Tentoj, po nuk mundi,
ishte edhe presioni e opinionit, edhe presioni i mediave. Pra mësë ishte presioni i mediave, nuk do të tërhiqe. A i bie se kjo është edhe çështje etnike, sepse kryeministri ka premtuar që nuk do të merret me çështje etnike. Unë thash edhe merret se ka komuna që vetëm domethënë me kësi narrativi tonë, fatkeqësisht. Se zgjedhjet lokale do të ishin domethënë më shumë votohet për personalitetin dhe profesionalizmin e kandidatit, që sërish i ka këto dukuri, zoti Haqim Ramadani. Zoti Iseni, për të kaluar më pas tek zoti Miftari, jo, ta parashoj kështu një pyetje konkrete. Sipas prizmit tuaj, me që ndjekni ngjarjet dhe zhvillimet politike gjatë kohë në këtë skenë, a është korrekte që një subjekt politik, në këtë rast një koalicion, ta nxjerrë një kandidat në garë dhe pasaj teksa kandidati kalon në raundin e dytë, diku në mes fushatës, të thotë që është pjesë e strategjisë ne të tërheqemi prej mbështetjes tënde. A është korrekte sipas jush kjo çështje? Jo, ndoshta është, thashmë edhe më herët, e mirë e koordinuar edhe me vetë kandidatin kjo, sepse ne kemi shumë e përmendim qysh në fillim Zeneli në atë narrativ që votat partijake, dhe me thonë kemi vetues tifos. Edhe si ti kapitalizoj edhe votat qera të AKI-s në këtë rast, kam komplet strategji ndryshe për Bërvenicën. Nuk është distancuar. Unë nuk thash që është distancu, unë po foli për veprimet e kandidatit, o zëne. Po foli për për kandidatin në Bërvenic. Unë nuk thash që s'ka dhënë për kraje. Dha për kraje. Dhe unë e shoh edhe në rrjetet sociale shumë eksponent lartë të koalicionit për edhe të LDS. Unë nëse ai është Haqim Ramadani është edhe i LDS, kanë mbështetje jashtëzakonisht të madhe dhe eufori është krijuar në Bërvenic. Gjenur Iseni, mbështetja ndaj një kandidatit kur nxirret në garë nuk do duhet kalojë në nivel të militantëve partijak në rrjetet sociale. Ne po flasim për mungesën e mbështetjes nga liderët e koalicionit vlen. Sepse mbështetja për kandidatin kur është në mes të garës, edhe kur gara është shumë e ngushtë, edhe kur rreziku për ta humbur komunën e Bërvenicës është shumë i lartë, mbështetja duhet vi prej lart poshtë, e jo prej poshtë lart. E po, pikërisht ky elektrizim i masës që është krijuar me këtë strategji, që sërish mendoj që është menduar edhe për më herët, unë besoj që do të jep efekt. Se edhe vetë zoti Haqim Ramadani në intervistat e djeshme apo pa djeshme, asnjëherë nuk është distancu publikisht edhe nga ky koalicion që e ka kandidu. Publikisht nuk është distancu. Tani, zoti Miftari, to janë distancuar. Liderët vetë janë... Jo, unë nuk kam pa edhe qysh është distancu nga fjalori apo nga kush? Është tërhequr nga mbështetja e kandidatit. Që Kasami është fokusuar totalisht domethënë në Tetov ku garon dhe për mua më intriguese kishte qenë edhe unë besoj që sonte duhet të japin një lloj sinjale edhe për Haqim Ramadanin. Unë në qysh mëngjes i pash edhe në lajme kur në komunikat koalicionit vlen jepet mbështetje edhe për zotin Haqim Ramadanin. Do të thonë në fillim ku ato bojnë apel për dalje masovike. Je optimist se sonte do të dalin edhe liderët ta mbështesin? Po. Shpresoj edhe unë edhe duke u bazuar pikërisht qysh mëngjes, domethënë shumë dëshirë se të dalin si koalicion vjen me një komunikat për media ku ato bënin apel që dilet në mënyrë masovike edhe jo vetëm për në Bërvenic, por edhe të dy kandidatët tjerë pavarur të zoti Azem Sadiku edhe të Mendyqira, unë vlerësoj që është e rrugës që në një eksponent shumë i lartë i vlenit sonde të thejau. Dakor, tani po kalojmë tek komuna e Kërçovës, sepse në hyrje thamë që fokusi që ishte në Çajer me përfundimin e garës këtu, vëmendja dhe fokusi u zhvendos nga Çajiri në Bërvenic dhe në komunën e Kërçovës. Zoti Miftari, çfarë parashikimesh keni dhe cila është prognoza juaj për raundin e dytë në komunën e Kërçovës? Dhe në fakt a është çësje e duhur dhe mobilizim adekuat i shqiptarëve në komunën e Kërçovës për raundin e dytë? Mendoj se është duke ndodhur një mobilizim shumë i madh, gjithashtu edhe me ardhen e Mërgatës në Kërçovë dhe qëndrimi është se në Kërçovë duhet të ketë mobilizim dhe duhet të ruhet Kërçova, pasi është një
një nga qytetet më të mëdha në vend dhe duhet të qeveriset nga një koalicion shqiptar apo nga një kryetar komune shqiptare. Pasi Kërçova është llogaritur edhe si fitore përmes decentralizimit që ka ndodhur në vend dhe për këtë duhet të ndodhë të mbrohet me çdo kush. Sa i përket deklarimeve të disa politikanëve që thojnë më me rëndësi është përkatësia etike se etnike, të cilët gjatë gjithë kohës kanë pasur një narrativ nacionaliste në aspektin e udhëheqjes politike. Këtu kemi realisht një ndryshim të bindjeve të tyre nga një politik etnocentrike në një moralizëm politik. Po këtu s'kemi të bëjmë me një mendim të ndryshimeve apo reflektim të gjatë ndjenjës, po kemi ndryshim të bindjeve për shkak pragmatizmit politik. Dhe kjo mendoj se është një degradim shumë i madh. Kur po thoni pragmatizit politik në ç'kuptim, zotim? Po kjo shkon 100% në favor të kandidatit të VMRO-s dhe në mbështetje të tij në Kërçovë. Për shkak marrëveshjes që e kanë me VMRO-DPMNE-n dhe informacionit që qarkullonin që nga zgjedhjet parlamentare në vitin 2024 që marrëveshja e qeverisë VMRO-Vlen është edhe në marrëveshje ka hyrë Korçova dhe Struga, po dalin të vërteta, pasi me ndyqyra është më shumë kandidati VMRO se sa i Vlenit, edhe këtu po tërheqen Vleni, faktikisht po japin mbështetje tërthorazim kandidatit të VMRO-s. Dakor, zoti Seni, a keni dëgjuar diçka të tilla që po e paralajmëron zoti Miftari që në fakt situata në komunën e Kërçovës dhe të Strugës, sipas pra Miftarit që e dëgjuat ju, nuk është situatë befasishme, por është rezultat që boron nga një marrëveshje politike për të hyrë në qeveri koalicioni Vlen dhe për qeverisë së bashku me VMRO-DPMNE, duke lëshuar pra këto dy komuna nga shqiptarët. E para, unë mendoj që rol shumë kam pas efekt në këtë situatë krijuare edhe përgjimet që dole në rrjetet sociale, që për mua janë shumë alarmante, edhe nuk duhet të minimizoj ato as pak, siç pretendon Zeneli, sepse në demokraci, por në kvazi demokraci, për kësaj lloj skandale jepet dorëheqje. Mirë po, ka shumë, domethënë shqiptarë dhe dorëzojnë VMRO-s Kërçovën me dorëheqjen e kandidatit. Ta shlem ta përfundoj. Po, ta përfundoj mendimin. E rrugës do të ishte që ky kandidat që është tani më ka hyrë në raund dytë, të dilte me një pres konferencë, të mirte pak përgjithësi dhe të thonte që në raundin e dytë jap dorëheqje, prandaj kërkoi një herë votën e shqiptarëve që mos të humbet komuna etj dhe më pas do të shirim hapa tjera. E para, e dyta është që edhe vet koalicioni apo edhe vetë BDI-ja në këtë raund dytë ka qenë totalisht pasive në Kërçovë. S'pak unë ashtu e perceptoj, sidomos ditëve të fundit nuk e kam parë zotin Dahari as në media, por edhe as në një aktivitet partijak, disi janë pasivizu kogjasi shumë atje. Mirë po fatmirësisht, Morgata është në gjallë dhe është duke ardhur në mënyrë masovike në Kërçovë, që unë mendoj që do të jenë determinante që Kërçova mos tumbe, se nuk jam i aftari asaj. Mirë po, unë nuk jam i thari dhe i asaj që të kemi politikan që e din që është sekret publik një simbol të amoralitetit dhe të udhëheqshme në një komunë. Dhe me thonë, as këtë nuk e perceptoj, pavarësisht, por unë sërisht them edhe të përsëritet, dhe me thonë, epizodi para 4 viteve, nuk du të humbet ajo komunë, por edhe në qoftë se shqiptarët bojkotojnë disa, prap nuk mund të gjikosh. Sepse ka shqiptar që ndikohet nga ato që i ka parë në rrjetet sociale dhe praktikisht bojkoton dhe nuk voton as për zotin Dehari edhe as për kandidatin e VMRO-s. Kjo me direktiv të partive politike. Nëse ato janë insinuata tua,
që thu, mirë po ka, do më thonë, shumë votues që ndikohen edhe dikush, na gjithë e dim, kemi qenë dëshmitar se nga përgjimet kanë pësu shumë politikanë, do më thonë, dikujt i ka përfundu karriera për kësi lloj skandalesh. Ne kemi deklarime edhe publike të politikanëve, të eksponentëve të qeverisë, cilët nuk e mbështesin, nuk dalin publikisht në mbështetje të kandidatit shqiptar. Kemi kandidatin e Blenit, i cili ka thënë bëj thirrje të votohet më i miri. Po ndoshta shqiptarët e vlerësojnë prapë më të mirin zoti Dehari, çka ka këtu të keq. Edhe nuk s'ka pas deklarime të qarta dhe mbështetje të qarta kanë thënë që qytetarët duhet të vendosin vetë pikërisht nga këto, sepse në raundën e parë kemi qenë dëshmitar kur Vleni ka kërkuar të tërhiqet ky kandidat dhe tani të fton të votohet. Mirë po prap, ato nuk ftojnë edhe të votohet kandidati Evo Moros. Thjesht shtojnë votues që na kanë votuar ato 4.000 vota që i kanë pas rrethin e parë, të përcaktohen vetë se për këtë do votojnë. Jo, zoti Seni, se tani do duhet marrim edhe paralele krahasuese, sepse nëse ka thonë koalicioni Vlen në raundën e parë se duhet të tërhiqet zoti Dehari, tani e kanë pamundur që thonë që duhet votohet, të njëjtën e kanë thonë edhe në Studeniçan që duhet në fakt pushteti të ndryshohet. Zoti Sadiku duhet të përfundoj karrierën e tij politike, por ja që në raundën e dytë po e mbështesin. Po kjo mbështetje ndoshta edhe mund t'ju del bumerang, domethënë fiton pikërisht ai qetri. Po jo, këtash këto janë ndryshim qendrimesh. Nuk po hipotetizojmë në rezultatin e mundshëm. Po jo, kjo ndikon natyrisht se këtu keni drejt. Vetëm e sjella një argument që nuk është që ato marrëveshje kontradiktore nuk janë bë në praktikë edhe në këto zgjedhje. Mirë, po për dallim pe zotit Azem Sadiku që nuk ka ndonjë skandal të madh që ju ka publiku. Dakor, mirë, po koalicioni Vlen kategorikisht kanë pasur kandidatë dhe kanë qenë mendimit gjatë gjithë fushatës që pushteti në Studeniçan duhet ndryshohet. Azem Sadiku nuk meriton të jetë kryetar, mirë po ja që në raundin e dytë për shkak të kalkulimeve politike e mbështesin. Dakor, kjo këtë është në kuadër. Sa dojnë, domethënë bëjnë festë për mbështetje. Votat në xhep nuk i ka asnjëra parti. Dakor. Vetëm një moment, për ta qartësuar dhe konkretizuar situatën në Korçovë sipas prizmit tuaj kuptohet. Zoti Seni, po mos kishin qenë përgjimet për zotit Deharin, a vlerëson që koalicioni Vlen do ta kish mbështet publikisht? Edhe çështja tjetër, sepse përgjime koalicioni Vlen ishte para aktit kryp, e kishte pas të paqetërsueshme. Nuk e përfundova zoti Seni pyetjen. Dhe në këtë situatë që përgjimet vetë se i kemi më publike. Dhe tani, a është pengesa e vetme çështja e përgjimeve, apo mbasi është edhe një respektim i marrëveshjes dhe partneritetit me VMRO DPMN-in? Kjo marrëveshje që e përmendi ka qenë publike, dikun se unë nuk e di. Jo flas marrëveshjen për të garuar së bashku në komuna dhe për të ndihmuar aty ku kanë kandidat në mënyrë reciproke të ndërsjellë, sepse e dëgjuam, madje ishit edhe ju këtu në studio, deklaratën e zotit Mickovci kur tha që jam i dëshpëruar nga zoti Kasami dhe nuk kërkoj asgjë vetëm respekt. Ndoshta përgjimet që janë edhe një falloj alibi kozha i fuqishëm i koalicionit. Pra vlerësoni që vetëm alibi është sepse e vërteta i fuqishëm dhe i arsyeshëm, sepse ne e dim politika si nocion duhet qetë për të mirën e përgjithshme. Domethënë të mbizetroj kultura politike, morale etj. Këtu jemi krejtësisht në situatë tjetër. Dhe kjo mund të jetë një alibi shumë i fortë që koalicioni Vlen mos ftoj publikisht mbështetjet zotit Dehari, por mos edhe të ftoj votues të vet ta votojnë si Shtajë dhe Zeneli më të mirë. Pra, ashtu ka qenë në Vlen sipas juve, po thoni se ashtu e ka pas qëndrimin për ta mos mbështet Deharin, po përgjimet që kanë dalë fundi herë i përdor si alibi dhe si kartë rezervë për ta mos edhe kogjat për mos me të mbështetje. Ti Zenel pe ban sikur atë Vleni nuk ka ftuar të votohet publikisht kandidati i Evo Moros. Domethënë kemi dallim ku Vleni fton të votohet kandidati i Evo Moros. Në Shkup të votohet në Kumanov, të votohet kujdis kun, edhe këtu është situatë krejtësisht tjetër. Që shkimi nëzit, unë thash dhe këtë gjithë e dim, shumë figurat larta politike kam pësu me këto lloj përgjimesh. Shumë kam pësu, edhe sot i ke në histori politike që as emri nuk ju përmendet. Dhe tani kemi kandidatrat, dhe këtë kjo ndikon të në një votues që mos dal fare hiç të votoj.
por unë nuk dua kjo që tash edhe më herët, nuk dua të ndodhë. Dakord, për mos ta lënë anash, në garë dhe në ranë të dytë është edhe komuna e Dollnenit. Ngjajshëm në komunën e Dollnenit është kandidati i koalicionit Vlen, për cilën shumë pak flitet, është në ranë të dytë, i cili në fakt në randën e parë doli të jetë në epërsi përkundrejt kandidatit të VMRO DPMN-s. Fjala është pra për Blerim Islamin nga koalicioni Vlen, i cili në randën e parë arriti të sigurojë në komunën e Dollnenit 1665 vota, përkundrejt kandidatit të VMRO DPMN-s Sasha Veljanovski, i cili ka siguruar vetëm 1643 vota. Dhe nga ky numër i votave, ku zoti Blerim Islami është në epërsi në randën e parë, atë që deklaruat ju zoti Senit që koalicioni opozitar shqiptar janë në heshtje totale për shkak të rezultatit, por nuk është që kemi parë në një aktivitet të shtuar të koalicionit Vlen në komunën e Dollnenit. Unë pash edhe në media që gjithë eksponentët më të lartë Vlenit ishin në Dollnen gati tërë ditën, duke i vizituar ato fshatat bashkë me kandidatin për kryetar. Në Dollnen, në fshatat e Dollnenit bashkë me Blerim Islamin. Dhe unë vlerësoj që kjo është tavani i VMRO-s që ka arrit të fiton në Dollnen dhe është në avantazh Blerim Islami, por e kemi parë që edhe vetë VMRO-ja nuk ka diçka ndonjë synim të madh. Dollneni ka qenë si në lloj nënhije në Dollnen, po. Pasi e ka gllabru pak kandidatin në Brvenic, Kërçova. Gjithë vëmendjen fenomeni i zgjedhjeve tashmerët ka qenë Kërçova, Haqim Ramadani dhe Suat Çaqiri. Padyshim dhe e kalon në hije Blerim Islamin që është komunë shumë e rëndësi. Natyrisht, unë mendoj që e fiton Blerim Islami. Rrethine Prilepit dhe shqiptarët asajane shpresoj që të bëhen bashkë. Para se të kalojmë Zenel në qytetin e Strugës, me që jemi në këtë zonë, duhet të rikthehemi edhe një herë sërish tek komuna e Bërvenicës, sepse bët një diskutim dhe debat mes jush me çka mbeti e mjegulluar dhe e paqartë nëse në komunën e Bërvenicës koalicioni Vlen a e mbështet Haqim Ramadanin apo nuk e mbështet sipas teje, zoti Miftari. Sipas deklarimeve të tyre publike, mungon mbështetja edhe ndaj kandidatit Haqim Ramadanin. A është situata e njëjtë në Kërçovë dhe në Bërvenicë? Në Dollnen e ki fjalën dhe në Bërvenicë? Në Kërçovë dhe në Bërvenicë, ku koalicioni Vlen qëndron i rezervuar për sa i përket mbështetjes. Po, besoj që është plotësisht situata e ngjashme. Si e ngjashme, unë thash merret, i lexoni komunikatën e sotme të koalicionit Vlen ku ftojnë gjithë aktivistët votohet Haqim Ramadani. Sot. Cili lider ka dalë? Lëri lider, po ajo është në emër të koalicionit, ai komunikat për media. Apo i bën ka parancishëm zoti Iseni kur thu lëri liderët, a janë parancishëm liderët? Po, jo nuk janë parancishëm, po. Cili eksponent i Vlenit ka dalë të kërkoj vot për Haqim Ramadanin, ashtu si ka kërkuar për Blerim Islamin. Akt krim, po e thash edhe unë e përmend, unë që nuk du debatoj sepse i thash edhe arsyet pse që mendoj që nuk i ka dhënë mbështetje sepse dallojnë komuna prej komunës. Por unë sot e kam lexuar që koalicioni Vlen fton që në Bërvenicë të ditet masivisht gjithë aktivistët, gjithë votuesit të votohet për Haqim Ramadanin. Shpresoj që edhe sonte dalin edhe liderët. Tash edhe merret, shpresoj që kemi edhe 2 orë gjysmë. Deri më tani nuk ka. Nuk ka, jo, është fakt deri në këtë moment nuk kemi ndonjë mbështetje nga liderët për kandidatin në komunën e Bërvenicës. Po kalojmë tani në qytetin e Strugës. Zoti Miftari, ju në fjalën tuaj hyrëse, mbase përmendet kalimti edhe qytetin e Strugës, me çka kandidatin e pavarur që mbështetet nga koalicioni Vlen dhe nga koalicioni qeveritare, cilësuat si kandidat më shumë të VMRO-s se sa të Vlenit, që në fakt zoti Qyra kandidat i pavarur dhe prapa ti nuk ka ndonjë logo partijake. Si qëndron situata në komunën e Strugës? Kandidati pavar i ashtu quajtur i pavarur në Strugë, Mendi Qyra, zoti Mendi Qyra, ka marrë përkraje të pa rezervë nga kryeministri Mickovsi dhe nga VMRO-ja. Këtë e thonë edhe numrat në Këshillin Komunal. VMRO ka marrë 5700 vota, Vlen ka marrë 4000 e ca vota. Dhe në për kryetar komune,
zoti Mendyqyra ka marrë 9.900 vota, që bashkë po ti mbledhin votat e Vlenit dhe të VMRO-s bëjnë 9.800, edhe 100 vota i ka mbledh prej diku tjetër. Pra, është matematikë e thjeshtë. Gjithashtu, edhe gjatë rundit të dytë, kryeministri Mickovski ishte në Strug dhe në mbështetje të kandidatit Mendyqyra bashkë me liderin e ardhshëm të Vlenit, Isert Mexheti. Atë krymë, Jo, këtë do ta diskutojmë. interesant. Do ta diskutojmë më tekër. Edhe ai vetë në deklarimin e tij tha se Mendyqyra do të jetë kandidat kryetari i ardhshëm i Strugës. Po çdo parti thonë për kandidatin e vet do të jetë kryetari i ardhshëm i komunës Përkatës. Po dëshiron Jo, ta kjo thotë ai këtë- fjalën e fundit në Strugë dhe në të gjithë komuna tjera. Pra, ai po dëshiron ta paraqesë veten si vendimmarrës në çdo komunë dhe në çdo vendbanim dhe në çdo zgjedhje ditën e dje. Por vendimin në dorë kanë qytetarët ditën e dje natyrisht, dhe tash votën votat dhe fati pas një partisi ka. dhe fati i Strugës është Tu në duart pajtomë. të struganëve. Tu pajtomë. Zoti Dhe ato duhet të zgjedhin mes kandidatit pavarur që mbështeten nga VMRO dhe kandidatit të AKI-s. Po. Zoti Seni, çfarë mendoni ju? Gara në qytetin e Strugës në raundin e parë përfundoi në favor të zotit Qyra, pra ishte në epërsi, jo edhe atë shumë të thellë. Në epërsi. Mirë po, megjithatë, tani në raundin e dytë. Po. Sheh ndonjë veprim ndryshe apo ndonjë strategji të shtuar nga kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim zoti Arsim Dalipi, çfarë sipas teje a ka indikator të cilat do të ndikojnë në ndryshim apo përmbysje të këtyre rezultateve? Apo në fakt mund të thellohet edhe më shumë? Shife, e para që e panalizon zoti Dalipin është që vetë tha para gjatë fushatës raundit parë që ai që i ka një vot më pak duhet të rriqet në raundin e dytë dhe i njëjti nuk u tërheq. Ishte kaq i bindur në fitore. Mi po pa marrë parasysh. Jo, sepse këtë çështje kemi diskutuar edhe me analistë të tjerë zoti Seni në këtë studio dhe ata e arsyejtojnë nga AKI-ja sepse asa këti ndonjë aktivitet vetëm një shumë të moment zoti opozitës. Seni, sepse Kemi një marrëveshje me kandidatin e pavarur. Po, si ai që kishte 700 vota, asaj. Po dallimi janë 200 vota, pra 700 vota Për dallim për Tetovës, domethënë, ku ishte dallimi shumë i madh këtu, zoti Cela, po kandidati zoti Cela ka një falloj shpresë që mund të përmbyset dhe është e përmbyeshme sepse është ngushtë, as 200 vota. 200 vota, domethënë është një numër që mund të përmbyset, por dua ta komentoj edhe fenomenin e referendumit që mendoj që pikërisht ka ra jo vetëm çajër por edhe në Strugë, sepse zoti Dalipi ka bërë fushat edhe në fshatat maqedone me flajera me që është legjitime megjithatë, mirë po e ka shem këtë shkon në kundërshtim me narrativin e referendumit që e kanë proklamuar gjatë raundit të parë të fushatës zgjedhore. Referendumi fitohet me vota partijake në Këshillin Komunal zoti Seni. Nuk fitohet me kryetar komune ku çdo amo pikërisht për këtë kanë hub. Kandidatët për kryetar komune mbledhin vota nga të gjithë për ata që nuk feston qytetarët. Sepse kanë hyrë zgjedhje me matematika si të hyjnë pushtet. Ndërsa Vleni ka hyrë zgjedhje të fiton më shumë komuna. Domethënë ky është dallimi edhe për atë kanë fituar. Sepse nga AKI thon për ta ruajtur pushtetin. Po. Edhe me që jam edhe tifoz sportiv. Kjo i bie kështu. Për shembull një klub vetëm sportiv, vetëm tifoz sportiv jetë. Tifoz i flak sportiv. Kjo bie kështu, një klub futbolli fiton 5 ndeshje nga 1-0, ndërsa ai tjetri e fiton vetëm në ndeshje 7-0 dhe thotë unë jam fitues. Po jo sa ai ka fituar 5 komuna. Domethënë te ke fituar vetëm një faktikisht. Sepse s'është mbyll akoma gara. Tash po foli për raundin e parë. Nuk është paralele e njëjtë. Domethënë Vleni ka hyrë zgjedhje lokale. AKI ka hyrë zgjedhje parlamentare për ata dhe kanë humbur. Domethënë çish kur kanë bë kalkulime sa deputet fit ka dal, se nuk i të fitosh deputet, ke i të fitosh komuna. Edhe për atë ishin ajo modestia e madhe e AKI-s që nuk festoj. Zoti Seni, vetë the se kemi votues tifoz. Kemi votues po unë jam pjesë e AKI-s dhe nuk mund të të tregoj pse ato nuk festojnë. Se ka festuar 20 vjet AKI. Se ka festuar 20 vjet zoti Ali Ahmeti edhe po ti tregoj numrat zoti. Se ka festuar, tregoj. Zoti Seni, unë po ti tregoj numrat e thoj. Pa diskutueshme. Vetë thjesht se kemi tifoz. Ajo është e pamundur. Kemi votues tifoz. Edhe pamundur është që BDI-ja ka festuar qysh natën e parë çdo herë.
Zoti Seni, a më lini ta përfundoj, vetëm ta përfundoj. Po jo se jeni kundërthanës. Vetë deklaruat, jo, përkundrazi, ju vetë deklaruat se ne kemi votues tifos. Po. Cilët bëjnë që votojnë vetëm për partitë politike, cilët i përkasin ato. Jo gjithë. 1% e vogël, thash kemi komuna senzitive që dallojnë te komunave të tjera. Vetëm ta përfundoj. Pra, secili simpatizues i partisë së tij voton për partinë e tij në Këshillin Komunal. Për kryetar komune, sa komune ka fituar këj? Votohet në bazë të koalicioneve. Pra, ti nuk mund të llogaritësh votues. Pse janë financë eksponent vëdis? Pse? I ka morë malli gjenurin me Jo, sepse për mu shpresa e gjithë opinioni, për shembull ta komentojmë kur e përmendet Izet Mexhiti në nivel gjithë shtetin pec. Ne te Bujar Osmani kam pa gjithë si një dhe kandidat më kryesor ta marrë edhe kreun më të lartë BDI, sepse ai kandidat ka pasur potencial. Tani zoti Bujar Osmani është i zhdukur nga mediat edhe nga opinioni. Pse? Tregon pse. E ka pranuar Zoti Osmani, ishte një pranim i Zoti Osmani. E ka pranuar, po megjithatë Zoti Osmani është ende një ndër eksponentët më të lartë BDI-s, ndoshta edhe më i larti pas Zotit Ahmeti. Sipas jush kuptohet. Jo sipas jush, jo sipas. Po në çka e bazoni Zoti Seni? Si çka e bazoni? Zoti Osmani ka qenë figura më e spikatër e BDI-s, për 20 vjet. Natyrisht edhe pas daljes të Zotit Izet Mexhiti dhe fakti që i ka pas funksionet më të kyçe, sidomos ministri i jashtëm që a tregu i suksesshëm tregon që ai ka pas një farë lloj peshe në parti dhe tani nuk e shohet. As në atë mbledhjen e kryesisë qendrore nuk ishte prezent. Ndërsa Zeneli më flet për triumfalizëm këtu dhe për optimizëm e kujdi se çfarë edhe për fitore. Zenel, në çka sipas teje ka fituar AKI-ja edhe një herë ta? Unë përsëris prap. Ne po analizojmë numrat. Atë që thojnë numrat që kanë dalë. Zgjedhjet lokale analizohen komunat, nga ato që kanë dalë nga zgjedhjet lokale para 2 javë. A ka kaluar referendumi zë? 20.000 vota AKI-ja ka dalë para vlenin. 20.000 vota AKI ka dalë para vlenin. Vota partijake AKI e ka mund vlenin. Kaq është matematike thjesht, nuk kemi çka të hyjmë atje, tash ne nuk mund të krahasojmë. E pikërisht për këto matematika që ti thuj kanë humbë AKI, se edhe këto matematika kanë bërë para se të hyjnë me këto qëllime, domethënë ti kalkulojmë sa deputet, a faktikisht kanë harruar që i kanë ngatruar. Atë narrativ ishte sepse ne këto zgjedhje i konsiderojmë si urë për të rikthyer në pushtet. A këto janë zgjedhje vetëm lokale. Kur kush garanton që edhe me pas fitua AKI do të kishte zgjedhjet parakoshme, askush garanton. Që unë nuk mendoj që do të kemi edhe vitin e ardhshëm. Nuk do të kisha thonë kaq i sigurt, po mbetet të shihet. Në fakt, qëllimi edhe kërkesë është kërkesë krejtësisht legjitime kur koalicioni opozitar kërkon zgjedhje të parakoshme, sepse në fakt edhe kjo është edhe puna e opozitës për të kritikuar pushtetin dhe për të kërkuar zgjedhje të parakoshme. Mirë, po me këtë rezultat që e kemi deri sot, pra ka ngelur edhe pak ditë deri në përfundimin tërësishëm të zgjedhjeve lokale. Zoti Miftari, a mendoni që ky rezultat ose kjo performancë e Aleancës Kombëtare për Integrim në këto zgjedhje lokale e pasivizon kërkesën ose ja humb kuptimin kërkesës së zgjedhjeve të parakoshme? Në fakt, kjo performancë e koalicion vlen, a e arsyeton legitimitetin në pushtetin qendror? Përkundër rezultatit edhe pas zgjedhjeve të raundit të parë, eksponent të AKI-s kanë vazhduar të kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pasi në votën partijake ato dolën fitues dhe është legjitime ato të kërkojnë përsëri zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pa marrë parasysh edhe rezultatin e ditës së diel, mendoj se do të vazhdojnë AKI të kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Se do të kërkojnë ata po e bëjnë, aktualisht po e shohim, po a janë kushtet të pjekura deri në atë nivel që do duhet të ketë zgjedhje të parakoshme sipas jush? Duhet presim mendoj përfundimin e raundit të ditë, varësisht rezultateve dhe fitoreve, se kush cila parti do të fitojë
në cilat komuna dhe çfarë reformatimi mund bëhet. Mendon që ky rezultati i raundit të parë nuk do të jetë determinuese dhe përcaktuesi i rezultatit në raundin e dytë? Po, mund kemi ndryshime, lëvizje që sa do të vogla mund të doken në rend të parë, mund të japin krejtësisht një rezultat tjetër në raundin e dytë dhe varësisht këtij rezultati mund të përcaktohet edhe fituesi edhe mundësia për të shkuar apo jo në zgjedhjet të parakohshme parlamentare. Zoti Seni, cilën edhe Mickovski as nuk e mohoj, po as nuk e pohoj. Në paraqitjen e tij të fundit tha që mos të kërkohet shpesh se mund të bllocohet kjo dëshirë. Po. Zoti Seni, sipas prizmit tuaj dhe sipas këtij rezultati që e kemi sot, a vlerëson që duhet dhe ka nevojë vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare? Jo, natyrisht se jo, sepse referendumi do të thotë... Akoma pa e përfundu pyetjen, por gjëja të bëjshëm jo. Jo, sepse vetë narrative referendum do të thotë që me të fshi prej hartës politike, që nuk ka ndodhur. Referendum do të thotë me të mund 4, se zoti Taravari thotë 4-1, 5-1 do të fitojnë. Ajo është referendum ku qytetarit bindshëm prononcohet. E para, e dyta. E dyta është se ne kemi qenë dëshmitarë edhe 20 vitet të kalume, pse BDI çdo herë në zgjedhje lokale ishte e përmendte njerëz se ne do të rikthehemi në pushtet, sepse shqiptarët zakonisht votojnë në zgjedhje lokale për ato parti që janë pushtet. Edhe kjo ka ndodhur edhe njëjta. Kjo ka ndodhur edhe njëjta dhe kësaj ka fiksuar më së shumti në atë kuptimin që mos pendohen projekte. Gjithë dim që unë po folim nga përvoja 20 vjeçare, domethënë zakonisht ka futur zgjedhje lokale ato parti që kanë qenë pushtet. Nuk e di, po jo se e njëjta ndodhi edhe tani. Po jo, zoti Seni se para një viti nuk fitoi dhe partia në pushtet, fitoi VMRO DPMNE. Te pala shqiptare plas. Te pala shqiptare përsëri fitoi Front Evropian dhe vlen hyri për zgjedhje lokale po flas ne. Zgjedhjet lokale janë bërë të vitit 2021. Po, për zgjedhje lokale po flas. Dhe ndodhi kjo që ndodhi. Dhe ne gjithë e dim se çfarë probleme ka pasur shpesh kryetari i komunës ka qenë nga opozita, pushteti domethënë nuk ka pas partin pushtet dhe ka pas pengesa dhe kjo ka ndikuar që qytetarët zakonisht në vitin 2021 Teto fiton Bilal po folën në nivel shteti tash, BDI ka fituar në Likov, ka fituar në Plasnic, ka fituar në Çashmo, po folin përgjithësi, domethënë me numër. Po jo, Tetova është qendër zotë Seni. Dhe kësaj ka fiksuar më shumë BDI dhe për këtë ka përdorur këtë narrativ se ne përmes zgjedhjeve lokale do ta përdorim sot për të kthyer në pushtet, andaj na votonin ne. Por ja që ato që janë pushtet çdo herë janë një hap parë, një pole position. Për shembull kjo u pa edhe në Çajër ku zoti Mexhiti promovonte projekte qeveritare tjetër, njëjtë edhe do thonë ka ndodhur në kalumen dhe prapë ndodhen, njëjtë edhe në Tetov dhe kjo ka ndikuar në syrin e qytetarëve. Do nuk pres ndonjë befasi të madhe. Ka qenë edhe për dalim nga rrethi i parë, por po siç e përmendëm në struk që është rezultati goxha i ngushtë. Zoti Seni, sepse përmendet më shumë herë sonte fjalën referendum që ka qenë kërkesa e Aleancës Kombëtare për Integrim, por një fakt që referendumi më nuk është përmend në raundin e dytë. Nuk është përmend që në fakt nuk do duhet ishte përmend as në raundin e parë, sepse cenzusi në zgjedhjet lokale arrihet me 1/3 e popullsisë. Dhe derisa në gjitha komunat nëse do të dilnin vetëm 1/3 e popullsisë në nivel vendi, referendumi është i pakuptim dhe nuk ka në fakt ndikim. Prandaj në këtë drejtim vetë ideja e referendumit është kontradiktore me zgjedhjet lokale. Në këtë pikë besoj që pajtohet edhe kolegu që e kënë kohën të djatë. Megjithatë, ne tani do të diskutojmë me që kemi vetëm rezultatin e raundit të parë, ne tani do të diskutojmë sepse ne në fillim e thamë edhe besoj që edhe ju pajtuat me atë pjesë që zgjedhjet lokale po ndodhen mbase për herë të parë në vendin tonë që nuk po përcaktoj dhe nuk po përzgjedhin vetëm kryetarët e komunave apo kush do të jenë udhëheqësit e komunave, por në fakt fillimi i parafushatës ka paraprisë se kemi të bëjmë me zgjedhje lokale që determinojnë edhe pasqyrojnë edhe të ardhmen e skenës politike, veçanërisht në kampin shqiptar. Sepse në kampin maqedonas vazhdon ai në fakt
pothuajse rezultati është i njëjtë ku numrat janë sigurisht që sërish në favor të VMRO-DPMNE-s. Mirë, këtë drejtim, e ardhmja e partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, pra fati mirë i shqiptarëve që tani kanë 2 bloqet e etabluara. Sipas jush, zoti Iseli, cila do t'jetë, po do t'a pyesim edhe zoti Miftarin, cila do t'jetë e ardhmja e Aleancës Kombëtare për Integrim. Zoti Zeneli do t'a pyesim. Unë po flasë, do me thonë, pas të honës, do të shofim një show politik të ne, sepse ne kemi parë edhe në kalumën, e unë mendoj që të 2 bloqet, do të shofim show politik. Te AKI, nëse rezultati jashtë reflektohet për raundit parë dhe humbin tani raundit 2, do të kemi paknatësi mes partnerëve koalicionit që shifen edhe tani, janë pak të dukshme, ndërsa te koalicioni vlen nëse fitojnë do të rishfaqen ato apetite që i përmend zoti Miftari për lider të vlenit, që unë nuk besoj që këto bisedime do të qenë të lehta dhe edhe kjo mund të krijojë krisje. Unë mendoj se kjo është sfida më e madhe e vlenit. E vërtet, tu pajtomo, po sfida më e madhe e vlenit është shkrirja e vlenit dhe kush do të jetë lider. Dhe nëse këtë e kalon, mendoj se do të Jo, do të diskutojmë në për vlenin në veçanti, po çështja e Aleancës Kombëtare për Integrim, a do të mbetet kështu kompakte si është sipas jush zoti Iseni, sepse e keni vetëm të lutem ta përfundoj, sepse e keni dëgjuar në paraqitjen e fundit të zotit Mexhidi, ku dha sinjale që zoti Sela mund t'i bashkangjitet këtij koalicioni qeveritar, nga ana tjetër menjëherë kishte një kundërpërgjigje nga zoti Sela i cili i mohoi këto zëra. Por megjithatë, a do të mbetet kështu Aleanca Kombëtare, do të zgjerohet me prurje të reja, do të ketë partitë e tjera që do t'i bashkojnë këtij koalicioni, apo mbase mund të ketë bëhet monoton, apo dim, po shpesh them që edhe George Orwell me ardh te ne nuk na bjen fije, domethënë te ne gjithçka ndodh. Ne e dim çfarë akrobacione dhe çfarë transfere ka ndodhur te të gjithë bloqet. E dim se liderët që janë shikuar në tyta te të gjithë bloqet sot janë bashkë. Edhe këtë nuk e përjashtoj që. Në dyja bloqet, dakor. Do dyja bloqet. Domethënë edhe zoti Mickovski, pastaj në Struk, nuk e përjashtoj edhe hyrjen e zotit Sela në qeveri, tha gjithçka është e mundur në politikë, po. Dhe duke e parë që zoti Sela vetëm 2 kandidati kanë humbur në raund të parë dhe nëse i humb edhe një, zoti Sela mund të ndihet sadopak janë shkaluar edhe i lënë pasdora apo i trahtuar nga partnerët e koalicionit. Ka ndodhur një deklaratë goxha intriguese në këtë raund dytë. Blerant Ramadani, kandidati që humbin Saraj, në paraqitje publike thotë që në raundin e parë do t'i fitojmë komunën e Tovës, Strugës dhe përmendja edhe Dibrën. Si e fiton ti Dibrën, kurse kandidati i AKI-s ka rënë në raundin e parë. Dhe kjo është ajo që çon më shumë pyetje. Mund të jetë lapsus, nuk e ka sqaruar. Mbase fitore për AKI-n do të jetë humbje e vlenit, sepse në ndoshta për minutë nuk ka qenë shumë në komunën e Dibrës aktualisht është një qartë ose nuk e di, është një kandidat në Dibër, në Garë është një kandidat i pavarur dhe një kandidat i koalicionit Vlen. Dhe gjasat, nëse do të thotë sipas këtyre numrave që kanë dalë nga raundi i parë, i bie që gara është jashtëzakonisht e ngushtë mes 2 kandidatëve, sepse pritet që Aleanca Kombëtare për Integrim të ketë mbështetje ndaj kandidatit të pavarur zoti Ramadani Merit. Mirë, zoti Miftari, në këtë drejtim, cila do të jetë e ardhmja e koalicionit Vlen sipas jush? Si që thash edhe pak më parë, mendoj se sfidën më të madhe pas zgjedhjeve, Vlen do ta ketë zgjedhjen e liderit të ri. Dhe minjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të raundit të parë, kemi një tur të Izet Mexhidit, i cili edhe dëshmoi me fitore që në rondin e parë në komunën e Çajirit, një nga figurat më të rëndësishme të BDI-s, zotin Bojar Osmani. Dhe ai filloi më një ditë pas u takua me kandidatin për kryetarin e qytetit të Shkupit nga ana e VMRO-s, publikoi foto me Maksim Dimitrievsin nga Kumanova, vizitoj Dibrën, Tetovën, Strugën, kështu që ai vetëm filloi të etablohet si lideri i koalicionit Vlen, këtë dëshmoi edhe përmes fitores që nga raundi i parë, edhe në Saraj, edhe në Çajir. Pra këtu kemi sipas teje zoti Miftari ka mbështetjen më të madhe nga qytetarët në kuadër të koalicionit Vlen. A do të jetë kjo e pranueshme për liderët tjerë të këtij koalicionit?
Po, mendoj se do t'jetë paksa e vështirë vetëm nga ana e Kasamit të pranohet kjo, pasi liderët tjerë janë të pa rëndësishëm dhe pa ndikim në koalicionin Vlen. Këtë e thoni jo mirë, po nuk e thonë ata, zoti Miftari. Kemi një humbje spektakolare të Vlenit në Likov. Të pritshme. 8-1, edhe kjo shkon në dëm të Arben Fetaj. Edhe mendoj që është edhe zoti Zëqeria Ibrahimi, zoti Miftari. Po, kjo është prova e zotit Ibrahimi është Dibra. Nëse arrin ta fitoj Dibrën, atëherë mund të imponohet, por edhe vetë zoti Ibrahimi, sa më kujtohet në disa deklarime, vetë ka thënë se nuk është interesuar që të jetë lideri i koalicionit. Jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur, shumë shkurt zoti Iseni, sipas jush zoti Mexhidia do të jetë i pranueshëm për të qenë lideri i Vlenit nga liderët tjetër të koalicionit. Gati pajtona plotësisht me zoti Miftari që thotë se edhe zoti Kasama është goxha një kockë fort. Tash në Vlenë qoftë se fiton Tetovën dhe ai praktikisht e ka në dorë gjithë Pollogën, sepse ka fituar në Zhëlini dhe ka fituar në Tearc. Njëjtë edhe zoti Mexhiti që është lideri pa kontestueshëm në Shkup, se edhe dëshmoi këto zgjedhje dhe po që se e tejkalojnë që të dy, unë mendoj që Vlenë do të ketë jetë goxha shumë në skenën politike dhe po që se krijohen mosmarrëveshje dhe krisje, Vleni nuk do ta ketë fatin ndoshta sikur ta ka dhe nuk do të ketë sukses në zgjedhjet e ardhshme. Votuesi i dha një mesazh shumë qartë Vlenit se ju dëshirojmë një parti dhe nëse këto lider nuk e respektojnë, atëherë Vleni pason. Dakor, me që jemi krejt në fund, ne do të vazhdojmë ta ndjekim edhe rezultatin e raundit të dytë dhe uroj që do të takohemi sërish këtu për të diskutuar edhe për atë çka është rezultat përfundimtar. Faleminderit zoti Miftari që ishit me ne, faleminderit zoti Iseni që ishit këtu me ne. Ndërkaq ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në takimet tona të radhës.